Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Doktorët me urdhër të prerë, para se të pini kafe në mëngjes, dëgjojeni këtë urgjent. Vjen një lajm i mirë për të gjithë konsumuesit e kafes, është i mirë për trurin, lëkurën dhe trupin. Këto janë arsyet e mira dhe të shëndetshme për ta pirë kafen. Është e pasur me antioksidant, sipas një studimi të kryer në vitin 2005 nga Universiteti i Scranton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kafja lufton plakjen. Kafja mund të zvogëlojë simptomat e sëmundjes së Parkinsonit dhe për të mbështetur këtë ekziston një studim i Dr. Ronald Postuma, i cili në vitin 2012 tregoi se si kjo pije ndihmon për të kontrolluar lëvizjet e atyre të cilët të vuajnë nga këto sëmundje. Aroma e kafes ka aftësinë për të bërë njerëzit që të ndihen më pak të stresuar. Një kërkim i Universitetit Kombëtar në Seul ka shkuar edhe më tej duke shqyrtuar trurin e minjve nën stres për shkak të mungesës së gjumit dhe, sipas tyre, aroma e kafes mund të shkaktojë ndryshime në proteinat të cilat shkaktuan stres. Ndërkohë, sipas ekspertëve, ju duhet të dini se kafja është e mirë edhe për mëlçin, veçanërisht nëse pini alkool. Në këtë rast, provimi vjen nga një studim i cili ka ekzaminuar 125.000 njerëz duke ardhur në përfundimin se ata të cilët pinë të paktën një filxhan kafe në ditë kanë 20% të mundësisë së prekjes nga ciroza e mëlçisë, e cila është patologjia tipike e atyre që konsumojnë alkool të tepërt. Pirja e kafes zvogëlon gjithashtu prirjen për të vuajtur nga depresioni. Sipas ekspertëve, ajo çfarë ju duhet të keni parasysh me gjithë të mirat apo të këqijat që ofron kafja, ju kurrësesi nuk duhet ta pini atë me stomakun bosh. Të zgjoheni në mëngjes dhe të rrëmbeni menjëherë me shpejtësi filxhanin tuaj të preferuar të kafes nuk është zgjidhja më e mirë që mund të bëni. Një grup studiuesish nga Universiteti i Nevada Reno zbuluan se llumi i kafes mund të përdoret si një bionaft dhe me gjas. Në të ardhmen e afërt, tymi i makinës tuaj do të vijë erë në një filxhan i cappuccino të sapo gatuar, por kafja me të cilën njësë ditën një pjesë e mirë e njerëzve mund të mos jetë mënyra më e mirë për të filluar ditën tuaj. Në fakt, mjekët besojnë se koha më e mirë për të shijuar kafen është mëngjesi i vonë midis orës 9:30 dhe 11:30 paradite. Bright Side tregon efektet që mund të ketë kafeina në trupin ton kur ne e pim atë me stomakun bosh. Ju mund të ndiheni më të fjetur. Kafeja është një pije zgjimi për shumë prej nesh, por pirja e saj, sapo ju të dilni menjëherë nga shtrati, mund të ketë efektin e kundërt. Kafeina gjithashtu dyfishon nivelet e hormoneve të stresit dhe mund të çojë në probleme me gjumin, gjë e cila rezulton në lodhje. Nëse ju e filloni ditën tuaj me një filxhan cappuccino me sheqer, mund të ndiheni përsëri të përgjumur pas një periudhe tepër të shkurtër kohore. Kjo ndodh sepse trupi ynë prodhon insulin për të kompensuar sheqerin, duke bërë që nivelet e glukozës në gjak të bien, gjë e cila rezulton në mungesë energjie dhe ankthi. Trupi juaj mundet që të humbas mineralet akoma dhe më shpejt. Pirja e dozës tuaj të rregullt të kafes herët në mëngjes mund të bëjë që të humbisni shumë vitamina dhe minerale thelbësore. Mund të sabotojë thithjen e hekurit magnezit dhe vitaminën B, të cilat janë jetike për sistemin ton nervor. Shumë faktorë gjithashtu mund të nxjerrin kalcium nga kockat tuaja, duke i bërë ato më të dobta nëse ju pini shumë kafeinë.
mund të krijojë probleme me stomakun. Kafeja gjithashtu aktivizon sistemin tonë nervor, i cili nga ana tjetër ndikon në zorrën e trashë dhe mund të shkaktojë diare. Shumë njerëz gjithashtu pëlqejnë që të shtojnë qumësht ose krem në filxhanin e tyre të mëngjesit dhe përrjedhoj. Shumica prej nesh kanë vështirësi në tretjen e laktozës dhe kjo mund të shkaktojë shqetësime në stomak, mund të çojë në shtim të peshës. Edhe pse kafja e zezë mund të ndihmojë të ndiqni dhjamin, ajo gjithashtu mund të prishë modelet tuaja të përgjithshme të gjumit. Kur nuk flini mjaftueshëm, keni tendencën të ndiheni më të uritur dhe të keni më shumë dëshira për ushqime të ëmbla. Shumë lloje kafesh si pijet me kafeinë të përziera më ëmbëlsues janë të mbushura me sheqer dhe kalori duke u bërë shkak për shtim të peshës. Mund të përkeqësoj ankthin. Kur zgjoheni në mëngjes, nivelet tuaja të hormoneve të stresit janë zakonisht të larta. Për shkak se kafeina është një stimulues, ajo i jep trupit një efekt nervoz dhe madje mund të shkaktojë ankthin për disa njerëz. Mund të thajë lëkurën tuaj. Për shkak se kafeina ju bën të përdorni tualetin më shpesh, ajo dehidraton trupin tuaj. Kur dehidroheni, është më e vështirë që toksinat të dalin nga trupi përmes lëkurës tuaj. Kjo nga ana tjetër e than lëkurën dhe e bën atë më të prekshme ndaj problemeve të ndryshme si rrudhat e parakohshme. Mund të rrisë nivelin e sheqerit në gjak. Filxhani juaj i kafes në mëngjes e bën më të vështirë për qelizat tuaja për të rregulluar sheqerin në gjak dhe kjo gjithashtu mund të çojë në shtim në peshë dhe madje të rrisë rrezikun e infeksioneve të lëkurës. Këtu ne do t'ju njohim me disa shenja të cilat paralajmërojnë se po e teproni me konsumimin e kafes. 50% e popullsisë amerikane konsumon kafe. Mesatarisht një person pi 3.1 filxhan kafe në ditë dhe kjo thjesht dëshmon se bota jonë moderne nuk mund të jetojë pa këtë pije magjike, madje është bërë një kulturë, por përveç efekteve pozitive ajo ka dhe disa efekte negative për të cilat të gjithë duhet të dimë. Ju mund të keni probleme me stomakun. Kafja në të vërtet ka një efekt laksativ, lëshon një hormon që bën që stomaku juaj të përshpejtoj aktivitetin në zorrën tuaj të trashë. Pirja e tepërt e kafes mund të çojë në jashtëqitje të lirshme dhe madje edhe në diare. Përveç kësaj, kafja promovon zbaticën gastroezofageale. Mund të ndiheni të lodhur të nesërmen pasi të keni pirë kafe. Kafeja stimulon sistemin tuaj nervor për shkak të përmbajtjes së kafeinës dhe gjithashtu përmirëson performancën tuaj fizike, por ka një anë të keqe. Adenozina, një element kimik i cili gjendet pikërisht tek kafja, së pari rritet dhe më pas bie. Mund të keni ankth. Nëse konsumoni doza të mëdha të kafes çdo ditë, kjo mund të çojë në ankth dhe nervozizëm. Kafeja është një shkaz për çlirimin e adrenalinës që mund të ndikojë në sjelljen tuaj. Kafja gjithashtu nëse vëreni se po ju bën nervoz është një ide e mirë të përpiqeni dhe të kontrolloni konsumin e saj. Keni filluar të përjetoni pa gjëmsi. Kafeina ju bën të qëndroni zgjuar, por në të njëjtën kohë ajo mund të ndikojë në gjumin tuaj. Studiuesit kanë treguar se një konsum i lartë i kafes mund të rrisë sasinë e kohës që ju duhet për të fjetur. Ju fjalë për fjalë flini më pak dhe ndiheni më të lodhur gjatë ditës. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos të zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj.
Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.